Ekziston një skem, një masë e re, e cila është pagesa direkte për hektar, që është në vlerën e 100 eurove për hektar, për ferma mbi 3 hektar, e cila është një pagesë e re, që nuk ka qenë në vitet e kaluara. Dhe që kthehet si një vlerë e shtuar e mbështetjes publike. Ka, të themi, karakteristika të gjithë përfshirëse, ashtu si që ishte edhe më përpara që quhej skema e naftës. Por, ka një ndryshim shumë të madh, që është një ndryshim të cilin unë dua ta theksoj. Është ndryshimi që nuk është më e lidhur me prodhimin. Në qoftë se skema e naftë, ose themi mbështetja për inputin naftë, deri vitin e kaluar, jepej në bazë të një prodhimi, pra x litra për grurin, x litra për nisrin e kështu me radhë. Kjo është një skemë e cila është e palejuar sot në Bashkimin Evropian, sepse është një skemë e lidhur me prodhimin. Dhe në kërkesat e vazhdueshme që ne kemi nga Bashkimi Evropian, në mënyrë të përvitshme, aja është zgjidhni mbështetjen nga prodhimi. Prodhimi duhet jetë në bazë të sipërfaqes apo të krerëve. Diku ne mund ta bëjmë, siç ishte rasti i bujqësisë, diku neve do të marrim çik më shumë kohë për ta bërë, siç është rasti i blegtorisë. Por, në çdo rast, neve synojmë që nga njëra anë të rrisim mbështetjen, të rrisim mbështetjen për fermën, por të rrisim mbështetjen në mënyrë të veçantë për inputet.